Për gjetën siri që po ndodhë që më vërëtan qëta. Qëfar, ako në fjallë djetarë është të mëdaj që ta shkohet sodi që ka shpresa më shumë shpejt me rore gjiminis aso. Gjendja në Siri është vërtet gjendje kaotike, është vërtet gjendje shumë e rëndë e cila është duke mbretëru. Mirë po, ju e dini se pas çdo vështirësie, Allahu do t'i çlirojë besimtarët. Allahu do t'ja heqë prej supëve të tyre atë zullumçar, edhe atë diktator, i cili është vërtet duke bo krime njerëzore, edhe është duke bo aq vepra të liga, për të cilat vetëm njerëzit e ligë din me i bo ato masakra në fëmijë, në gra njerëz të armatosun, edhe në njerëz të cilët nuk e duan sundimin dhe totalitarizmin edhe atë agresivitet të cilin ai njeri është duke e bo kundrejt besimtarëve dhe kundrejt atyre njerëzve, që një pjesë e madhe e atyre njerëzve janë një pjesë e madhe, janë prej banorëve të cilët kanë emigru prej vendeve tona në kohën kur këto vende i ka vërshu sundimi i egrës Serbisë. Edhe vëllezërit tanë në Sham i kanë hapë dyrt edhe i kanë pranuar. Prandaj njëri prej atyre të cilëve sot na krenohet bota islame është Sheikh Abdul Qadir Al Arnaudi, që ka familje, do të thonë me dhjetra, qindra shqiptarë që duke jetu atje, edhe është shumë normale që edhe ata janë në një krizë të madhe, ka prej tyre shumë shahida, ka prej tyre shumë të vranë, ka prej tyre shumë të sprovum dhe të sfidum prej kësaj situate, por gjithmonë besëm me shpresë se i madhi Allah qyshe ka thyt qafën të gadhve më herët, zullumçarëve më herët, edhe pushtet mbajzëve zullumçar dhe diktatorial, Allahu te baraka wa taala edhe këtij do t'ja sjell fundin me lejen e Allahu te baraka wa taala. Diçka kështu më hollësisht, diçka më mënyrë detale nuk jam informuar. Atë që ju jeni duke përcjell jam duke përcjell edhe unë, atë që ju jeni duke përjetu prej mlefit dhe shqetësimit dhe idhnimit jam duke përjetu edhe unë, por neve na takon me bo dua te Allahu i Madh Dhul Xhelal. Qysha ata kanë bo dua për neve para 13 vjetë, kur na kemi qenë një sprovë dhe një sfidë tepër të madhe, para një gjenocidi, para një masakre e cila do të thotë një pjesë e madhe janë sprovu, por Allahu Dhul Xhelal na ka çliru dhe Allahu te baraka u taala na ka lehtësu që të largohemi dhe të njëjtën kohë ta shpëtojmë edhe vendin tonë, po ta shpëtojmë edhe shoqërinë tonë, po ta shpëtojmë edhe ambientin tonë prej zgjedhjes së egër serboslave. Allahu te baraka u taala i çliru dhe ja lehtësoi aty në vëllezërve tanë që t'i liroj dhe t'i çliroj nga ajo zgjedhje e robërisë, për të cilën një gjë e dimi se në histori e njerëzore është një ligj të cilin Allahu e ka zbrit. Ai ligj është se çdo kund ku vriten fëmija, masakrohen plesht, dhënohen gratë dhe bëhet e padrejtë ndaj njerëzve, Allahu te baraka u taala qafën aty në kamjoth. Edhe u ka thënë. Edhe në vazhdimsi ka rrezu, edhe në vazhdimsi Allahu te baraka u taala i ka nënçmu dhe i ka përçmu deri në ditën e Kiametit. Kush ka qenë më zullumçar se Firauni? Kush ka qenë më zullumçar o vëllezër të dashur se Stalini? Kush ka qenë më zullumçar o vëllezër të dashur se Hitleri, i cili ka vrarë, i cili ka masakruar njerëz padrejtësisht? Pastaj natun që kemi pas Enver Hoxha, pastaj mos t'i përmendur me emën se aq shumë ka bota zullumçar dhe diktator për të cilin fundin se cili ka ardhur keq e ma keq. Ose janë përmbys me rebelimet popullatës, ose në mënyrë individuale ka ardhur vdekja më e rëndume, më e katastrofume, më të merrume, për të cilin vetëm Allahu te baraka u taala është dëshmitar këtë asaj. Por këtu shpesh ndodhin me për shkak të mëkateve tona. Thot Allahu në Kur'an, "Kul huwa min indi anfusikum."
sepse gjitha ato mëkate sot që i bojnë musliman, dhe të duhemi i pagu. Inshallah Allah Azza wa Jall na i fali ya Rabbi. Gjithë kjo gjismilakuritësi, gjithë kjo largim nga namazi, gjithë kjo injorim ndaj mësimeve të dinit islam, ku janë qytetet tona, ku janë katunet tona, ku o populli jonë, ku janë njerëzit tonë, fejni të dhëbun, ka janë të shku. Andaj edhe këtë gjendje, që shimi na janë edhe ata? Ja ata, pse na qkejna më të mirë? Pse na qka nuk bënën ata e na nuk e bënën? Andaj, të dashurit e mi, mëkatët e sjellin mungesën e sigurisë, e sjellin varfënin, e sjellin poshtërsin, e sjellin të gjitha të liga. Pastaj edhe armiqësia e tyne të rebelumve ndaj Allahut, edhe mlefi tyne ndaj kjo fe, në vazhdimsi, historikisht, këta njerëz i kanë sjellë krime dhe mizori popullatës muslimane, veçanërisht popullatës sunnite. Gjithmonë kjo. Hape histori, lexu, nëse atje prej kur e kanë myt Osmanin radiallahu anhu, e deta Aliu, e pas Aliu, e ale masane kur u pushtu Bagdadi, e kur u rot Damasku, e deri kur tentativa më ardhën në Kairo të Egjiptit, gjithmonë ty në njerëzve a kemi po sherën. Historikisht. Edhe sot ndodh, ajo të cilën e kanë përjetuar muslimanët para 700 vjetë, është edhe sot që e përjetojnë. Inshallah na udhëzon na vetë disa, por shumë është interesant. Pse historia përsërit vetën? Për shkak se njerëzit harrojnë. Për shkak se njerëzve ju mungon vetdia për të cilin na bisedum te çitash. Lutë Allahu të përmirësoj edhe të mbroj pasuritë e tyre, të mbroj gjakrat e tyre, të mbroj Allahu te baraka u taala nderin e tyre. Sa ajo çka po ndodh, ajo vërtet është shokuese për çdo njeri në botë, shokuese për çdo njeri i cili i thot vetit njeri, i thot vetit besimtar, i thot vetit musliman, nuk ka mundësi, nuk ka fuqi që ka mundësi me rezistu kësoj kërdije, kësoj masakre, këti gjenocidi, kësoj gjendje, e përveç se nuk ka me ndi në shpirtin e ti një thyrës i cili thret fellat, që thret a bota islame se koni Salahuddin Ejubi, a bota islame se koni Omer ibn Abdulaziz, a bota islame se koni Omer ibn Khattab, ani Khalid ibn Walid, ani Ebu Ubejde ibn Abi Jarrah, a se koni burr si Zubair ibn Awam. Ku janë gjithë ata musliman? Ku janë gjithë ato shtete muslimanve që para syve i prejnë edhe i masakrojnë dhe i dhënojnë motrat edhe gratë e muslimanve? Ku janë gjithë ai arab që është me pështym familjen e setit dosht me fundos në pështymen e ati lumejnit ose aty në detrave që kanë më kriju prej pështymeve të arabve. Një fleqnak, një ndyt, një pabes, një agresivitet, i paparë ftyrën e kësaj doket cilën jemi të jetu. Edhe njerëz të rinë duar krysh, edhe të shikojnë se çka po ndodh. Tuti jemi në teatr. Allahu na falë. Allahu Azza wa Jalla mbrojt për mallkimin e tij. Allahu te baraka wa taala i mbrojt ata njerëz. Ata nuk e kanë pas Allah. Ata me ta nuk ka kush pas i madh i Zot. Kush nuk është hiç. Veç Allah. Te baraka wa taala. Por jam i bindur se Allahu do t'ju mjaftoj. Po jam i bindur fuqimisht se Allahu pas kësoj katrahyre, kësoj gjendje, Allahu gjendjen e tyre për të mirë do ta përmirësoj. Se ajo është tokë e bekume, ajo është tokë e burnis, ajo është tokë për të cilin ka më zbrit Isa alayhi salam. Ajo është tokë e besimit të drejtë. Allahu nuk e lën pa e shpëtu edhe pa e kthy autoritetin durt e besimtarëve të drejtë. Por ju e dini se çdo luftë dhe çdo fatkeqësi që i bën muslimanëve, Allahu rreth e besimtarëve i pastër. Allahu Azza wa Jall besimtarët i vetëdijson. Mëkatarët pendohen. Besimtarët forcohen. Dhe Allahu për një të ardhmë të afër të ndritur të muslimanëve,
Allahu do t'i përgatit. Prandaj lutni Allahun. Lutni Allahun dhe jepni sadaku vëzni. Lutni Allahun dhe jepni sadaku. Thuni këtu 50 cent, o Allah për i dhonë dikujt, o Allah ndihmoj muslimanët në Siri. Lutë Allahun azza wa jall, o Allah shpëtoj ata që na ke shpëtuar edhe neve. Se edhe për neve është jenë lutë. Me miliona, miliarda musliman jenë lutë. Edhe dikujt Allahu azza wa jall ja ka pranu lutjen. Dhe Allahu te baraka wa taala nga shkau na ka çliru. Edhe ata do Allahu jam i bindur se Allahu do t'i çliroj. Allahu ja letësoft, e Allahu i mbroft, e të vrarët e tyre shahidi pranoft, e të plagum të lëndum të tyre Allahu i shëroft, e Allahu ja letësoft, ja Rabbil Alamin, inneke waliju dhalike, wal qadir alej. Faleminderit dhe vëmendje, me ka që dhe me fund të takimi, inshallah Zotë është razi me neve, me na bo halal.